Bullizmi në rrjetet sociale është kthyer në një fenomen tepër shqetësues i cili ka prekur të gjitha grupmoshat në qarkun e Fierit. Pjesa më e madhe e rasteve kanë të bëjnë me publikimin e fotove me mbishkrime fyese, publikimin e fotove intime apo dhe hapjen e adresave false. Për psikologen Krisalda Sauli, shkaqet janë të shumta, duke filluar nga mungesa e empatisë, xhelozia, nevoja e madhe për t'u hakmarrë dhe mungesa e kontrollit prindëror tek fëmijët e grupmoshës 13-16 vjeç. Kemi dhe problematika shumë të thella familjare të këtyre fëmijëve, këtyre adoleshentëve, të cilët kanë një nivel edhe më të lartë risku për të vepruar me keqdashje kundrejt fëmijëve të tjerë apo adoleshentëve të tjerë. Përgjithsisht, këtë gjë paraqesin adoleshentë që kanë probleme prindërore, që mund të kenë një neglizhencë shumë të madhe në shtëpinë e tyre, që mund të ketë prindër të cilët janë shumë liberal në stilin e edukimit, në nivele që nuk interesojnë realisht për vlerat morale të fëmijëve të tyre. Ndërkohë për kryetarin e dhomës së avokatisë Fier Ermal Hamata, fatkeqësisht denoncimet në polici nuk e ndërpresin paligjshmërinë sepse klasifikohen si vepra të lehta që nuk e detyrojnë arrestimin e abuzuesve. Ne kemi dhe bazë ligjore për këtë situatë, fillon që nga keqpërdorimi i thirrjeve telefonike, vazhdon pastaj me prishjen e privatësisë ose publikimin e materialeve audiovizive pa miratim, por në thelbin e gjës këto janë vepra që nuk ndiqen me arrestim. Jo vetëm nuk ndiqen me arrestim, por as nuk përfundojnë me dënim. Përfundojnë me dënime alternative ose me masa sigurimi që nuk e minimizojnë gjën. Dhe në këtë kuptim, aksesi që ka këta të rinj dhe informacioni që e dinë që nuk mund dënohen me burg, është i atill sa gjithmonë dhe më shumë do shikojmë shantazhime. Pasojat tek viktimat e bullizmit janë afatgjata, duke filluar me ndjenjen e turpërimit, poshtërimit, frikës dhe të izolimit. Informimi dhe ndërgjegjësimi janë ndër mënyrat më efikase të parandalimit. Duhet të rritet më tepër pjesa e normave, pjesa e edukimit në bazë të vlerave humane dhe ndërgjegjësimi se kjo gjë dëmton dhe nuk është faji viktimës që kapet në rolin e viktimës, po është faji vepruesit që kap në atë rol. 12 denoncime për shantazh online janë regjistruar pranë drejtorisë vendore të policisë Fier që nga janari vitit 2025 deri më sot, duke i dhënë përmasa shqetësuese këtij fenomeni. Sipas informacionit të marrë pranë seksionit të krimit kibernetik, grupmoshat më të prekura janë 13-16 vjeç, por nuk mungojnë as të rriturit 40-50 vjeç, ndërkohë që platformat me më shumë fyrje e shantazhe janë Instagrami dhe TikTok. Ky i fundit tashmë është mbyllur në Shqipëri, çka pritet të ketë ndikim pozitiv në klimën digjitale.